Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjov, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Bardh pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, mos ta harrojmë ta përmendim sponsorin tanë të Art Exfis, kompaninë e derivateve, ndërsa sot me ne është ish futbollisti, ish futsalisti dhe tash e disa vite trajner i njohur Agon Ramadani. Agon, mirë se vjen te Arena Yjov. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Agone kishim nis mas pari me fillimet e karrierës tonë si futbollist, ku tash e dim se te ki fillu karrierën si futbollist te Prishtina, çysh e kujton atë kohë? Çysh ka nis rrugtimi te Prishtina dhe çka mbon mend prej asaj kohe? Po normal që gjithmonë më herët kush ka qenë shumë situata të vështira, kam fillu futbollin edhe pak para luftës, Indjeri Lasina na ka organizu fillimin me klubin futbollistik Prishtina, kemi ushtru në shkollën o Borën e Dardanis, pastaj ndodhe dhe lufta dhe pas luftës kujtohet Prishtina organizoi një si turne për mi po gjithë talentet e Prishtinës që ishim. E mboj men kanë qenë mbi 153, edhe pas dy ndeshjeve u dasht me secili me shu emrin e mbi emrin edhe një numër të prindit ose diçka, na patëm kalu me sukses ato, kemi pas me të vërtet një ekip jashtëzakonisht mirë, për shembull Besnik Krasniqi, Viktor Kuka, Ilir Berisha, kanë qenë jashtëzakonisht disa lojtarë të cilët me të vërtet gjatë karrierës ju shkoi shumë mirë edhe klubet e rajonit Prishtinës nuk kanë qenë sikur tash e di që janë mbi 50 klube që marrin pjesë, atëherë ka qenë veç Kosova e Prishtinës, Prishtina, Flamurtari, dhe më thonë, gjithë talenta që i ka pas Prishtina, i kanë pas veç në këto ekipet që në zhvillu dhe hapas hapi, pastaj kam pas edhe një kalim të Dikorriku, se gjithë unë kam jetu në Prishtinë shkollën Naim Frashi, kam kry shkollën fillore dhe gjithë shokët e mi ishin edhe në Dikorrik, edhe normal, sikur çdo i ri shoqënia edhe determinon e përcakton në farë forme se ku dën me transferu ekipin, kam kalu edhe të Dikorriku, jemi shpall edhe kampion, dhe më thonë edhe me Prishtinën edhe me Dikorrikun, në kampionat Kosovës në për pothuajse gjitha gjeneratat, edhe kështu ka qenë edhe fillimi shumë i mirë i karrierës tam si lojtar. Agon, pasi kalove gjitha gjeneratat edhe me trofete Prishtina e Dikorriku dhe me bashkëlojtarë të mirë, me emrat që i përmenes që janë edhe disa për ty në shok tonë, që njimi mati pasi jemi edhe një gjenerat, e arrit edhe ekipin e parë, po në ekipin e parë fillove mi ndru skuadrat ma shpesh. Në më thonë, lujtje për Dritën, Hysin, Kekon, Dikorrikun, Feroniklin, cili klub të kalon bresa ma shumë gjatë kësaj kohë, pasi që ke qenë i ri në atë kohë dhe... Une si 17 vjeçar kom debutu me Dikorrikun, më kujtohet në atë kohë 6 skuadra prej Superligës, veç e siguru ndalën nga liga dhe Dikorriku gjithmonë e kish si mundësi mi promovu lojtarë të ri. Kujtohet Arsim Thaçi ka qenë treneri Dikorrikut edhe në moshën 17 vjeçare kom debutu me klubin futbollistik Dikorriku, pa ta debutu me gol ndaj Dritës edhe normal që pas atij përfundimi më kërkoi Prishtina edhe si çdo qytetar i Prishtinës dëshirën më të madhe ka kur vjen puna te Prishtina në atë kohë sidomos edhe tash është mirë, po në atë kohë Prishtina i dominoi këtë gjitha ekipet, merr mundësia me nënshku për Prishtinën, po në atë kohë ka qenë pak e vështirë kushtet, normal stadiumet kanë qenë me bolt, ju kujtohet, domethënë gjitha stadiumet në Kosovë nuk kanë qenë këtu asnjë fushë sintetike dhe me thonë drejtën nuk ka konvenu edhe shumë ai futboll që është zhvillu në atë kohë dhe gradualisht pastaj normal si çdo i ri bën edhe gabime, po gjithmonë e kom pas dëshirën kur të shkoj një ekip me pas minuta sa më shumë, ku e poshtë te Prishtina ka qenë një konkurrencë
jashtëzakonisht e madhe, ka pas lojtarë yjet në atë kohë që Isuf Lëmica, Faten Zenullo, gjithë këta, po kom mësu jashtëzakonisht prej tyneve shumë, pastaj kom shku edhe te drita si përmenet gjitha këtu. Mendoj se ka qenë një rrugtim i bukur te të gjitha ekipet me dritën, në atë kohë kemi futër, drita ka qenë ligën e parë, kemi bu punën jashtëzakonisht mirë, 6 muajt e parë veç e kemi siguru Superligën, pastaj me dekone fakultet Musa Selimi, kom vazhdu te Ferenikeli dhe me thonë drejtën të gjitha skuadrat kom kriju edhe mesh edhe kom marrë veç ma të mirën prej tyne se fal gjithë kësaj përvoje më ka ndërtu që hapa që do t'i merja tani disha sigurt që do të vazhdoja me futbollin, ta kem rrugën e dur të di se çka është mirë me bu për lojtar dhe çka ju. Po nuk e kisha veçu shumë ndonjë skuadër veçanërisht, por mendoj se prap fanela e Prishtinës është pak ma me peshë se gjitha skuadra tjera. A kanë tash ishim dalë te kalimi yt prej futbollit madh futsal, si një lojtar që ke luajtur edhe futboll të madh edhe futsal. A është ky një vendim që e ke mendu për një kohë ma gjatë apo të ka natyrshëm kështu? Po në atë kohë I ri e konkur. Në atë kohë 22 vjet kom qenë, e po që nuk ka dhe shumë perspektiv. S'pako mënyrën se si e mendojsha unë, doja me përfundu edhe fakultetin, isha i regjistru në fakultetin juridik, normal që në Universiteti i Prishtinës i dënë edhe ato peripecite veta, dënë këgja shumë angazhim, kështu që vendosa, unë e sa kom lu futboll të vogël e din edhe shkumbini, shumë e kom pas pasion edhe futbollin e vogël, kom lujti jashtëzakonisht shumë edhe turne në për krejt Kosovën edhe gjithmonë edhe më nxitshin edhe shok, pse nuk po vazhdon me futboll të vogël dhe këto turnirat se dihet Kosova është e vogël, po ka turnire jashtëzakonisht shumë, çdo qytet e ka pas edhe ligën e vet futbollit të vogël edhe ishëm ka ndodhur deri në 5 ndeshje në ditë me lujt. Të më thonë, ka qenë këgja sakrificë edhe mund, po pasioni, dëshira i kanë mujt krejt këtu, edhe kur e kuptova që po ndina ma mirë, po kom sukses ma shumë si lojtarët, po do kontribut ma shumë, atëherë vendosa me kalu edhe në bazë turnirave edhe në futsal, pa ta fillu me Feniksin. Feniksi dihet ka qenë kampion i shumë fesht i Kosovës. U kon ekip me yje. Edhe u kon dominus që ato vitet e para. Sidomos e mboj mend vitin e parë se kur u pranu Kosova dhe në UEFA dhe në FIFA, për herë parë kampioni u dal me përfaqësu Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ende i mboj mend ato kujtimet e para 10 viteve tash kanë kalu. Në Gjakov u kon kënaqësi shumë e madhe, edhe pse s'kam luajtur kur për Liburnin e Gjakovës, po ka pas edhe lojtarë të mirë, po edhe tifozëria ka qenë shumë e flakt. Kujtohet ende se si jemi shpall kampion në Gjakovë dhe kemi përfaqësu pastaj Kosovën dhe mendoj se e bukra jeshia e futsallit janë edhe tifoz edhe pasioni i njerëzve në Kosovë se me të vërtetë e dojnë shumë, është e pa imagjinueshme çdo turne në Kosovë që mohet qoftë për kujtimor për ndonjë dëshmor ose memorial ose diçka për qytetin, ka 3.000-4.000 shikues i shifshëm njerëzit që e shikojshin ndeshjen në reflektora, hipshin shumë lart, kështu që ai pasioni tyneve dhe kur ki edhe sukses, tani kur fiton edhe trofe, normal që nxoll dëshira për me vazhdu, edhe kështu ka fillu rrugtimi jam te Feniks, aty kom kalu 4 vjet, ndërnas 4 vjet shumë të mira, kemi fitu gjitha trofet, kup, superkup, kampionat, kemi bu jashtëzakonisht paraqitje të mira edhe në arenën ndërkombëtare, kemi marrë pjesë në 16 më të mirat. Të më thonë, gjithçka ka qenë risi për neve si sport i ri, por pasioni dhe dëshira i kanë mujt këtu, po edhe kemi pas kvalitet si drëm. Agon një kon edhe pjesë e 2 ekipëve kombëtare, edhe Shqipnisë, po edhe Kosovës. Qysh e ke përjetu përfaqësimin e 2 fanella, pasi po mendoj që kulmi i një futbollistit është me arrit me përfaqësu kombëtarën e vet. E ti në këtë rast ke pas fatin me kanë edhe pjesë e kombëtarës Shqipnisë, po ma vonë edhe pjesë e kombëtarës Kosovës. Po para pranimit në UEFA dhe FIFA, unë veç kom qenë pjesëmarrës në kombëtarën e Kosovës. Aty mirë kemi kalu, mirë po
mendoj se nuk ka qenë një periudhë shumë e mirë profesionale, sepse rrethonat e tilla kanë qenë dhe si pasojë e kësaj merr edhe mundësia me përfaqësu Shqipërinë. Është ndjen shumë e veçantë për gjithë lojtarët, Messi është shembulli më i mirë para botrorit që thotë i kisha dhënë gjitha trofejt individual për me fitu një trofe me kombëtarën, sepse kulminacioni si cili lojtar është kombëtarja, është ndjen shumë e mirë edhe me përfaqësu Kosovën edhe Shqipërinë, mirë po normal që nëse të fton spori Kosova vendit, normal që është më mirë këtu kur je me bu kontribut, mirë po nuk shoh edhe diçka të keqe për asnjë lojtar nëse vendos me përfaqësu, se në fundit ne jemi dy shtete, po një kam. Po, sigurisht. Agon, Natasha, përmendëm që e ke pas një eksperiencë edhe si futbollist në futbollin e madh, po tash edhe në futsal. A kështë mujtë me na tregu pak cili është ky dallimi mes këtyre dyjave? A është dallimi më i madh për shembull në aspektin e mentalitetit të futbollistëve, apo ndryshon mënyra e stërvitjes, apo ku qëndron dallimi kryesor? Me thonë drejtën, dallimi është kogja i madh, se në futsal janë ato shablonet, janë ato aksionet që duhet me mbajt mend më gjatë, ndërsa futbolli normal të dy sportet janë sporte fizike, mirë po në futsal ajo atë disa rregulla, për shembull mos me ja kthy topin për tjerit, ose të vështirëson është koha të mendumit në sekonda që e vendosin e bën diferencën. Edhe futbolli i madh ka ato momentet e fundit më kritike, po futsali është një sport që nuk dihet deri në fund. Për shembull ka pas ndeshje ke qenë trije përsi, na ka ndodhur për shembull edhe me ekip, domethënë me pas 3 golla minuta fundit futboll të madh është pothuajse mbaruar me gjithçka, ndërsa në futsal nuk guxon më gëzu asnjë sekond, se është deri në frymën e fundit duhet me luftu. Për shembull kjo na ka ndodhur edhe me Malin e Zi që pastaj e elaborojmë. Është sport që sidomos për popullin tonë që ka që me po shumë gola, shumë aksione, është më i popularizuar dhe dojnë më shumë. Unë mendoj se Superliga sidomos në Kosovë i mungon kjo jeshia tifozave këtu, ndërsa në futsal është edhe solla që janë më të vogla, numri është më i vogël aty me 3.000-4.000 shikues që hënë solla dhe ndryshon, po që ajo e bën edhe dëshira e njerëzve për me po shumë gola, me po shumë aksione, e bën edhe më interesant futsal. Agon, masi kalove 4 vjet thatë e Feniksi, të ardhë koha me luaj edhe për ekipet e kryeqytetit, ku pas disa viteve, domethënë te Prishtina 0-1, në sezonin e fundit, nëse nuk gaboj, fillove veç edhe mu bo trajner. Qysh e kujton këtë kohën, fillimisht si lojtar, qysh kanë këto vitet e tu atë fundit si lojtari futsallit e ekipet e kryeqytetit, edhe pastaj vendimi për me kalu prej fushës në bankin. Pas një kohë gjatë që e kalum të Feniksi, fitum gjitha, nuk ish në atë kohë Bambuja ushu si ekip, edhe dënë me organizu një ekip 3, një ekip që ka qenë Mabetex Prishtina, vetëm që përbëjke me shumicën e lejtarëve me shokët mi. Pas një bisede, tham të formojmë edhe një klub të ri, po dëfke me fillu nga Liga e parë. Dhe me thonë, unë e pranova me dëshirën më të madhe me lujt për atë ekip. Edhe kjo Prishtina 0-1 që tash i fiton edhe trofejt, edhe është kampion i shumë fesht i Kosovës. Niset e para i ka pas, domethënë nga Liga e parë, jemi qenë një grup shokësh që kanë bërë pas dëshirë, passion të madh, më kujtohet. Kushtet nuk kanë qenë edhe të mira, 11 në mramje kemi pas stërvitje. Për shembull për një djalë 3 tash është shumë vështirë me bind për me pas stërvitje në ora 19 mramje, se në ora 1-2 mëngjes veç më rishe në shpe, dhe ka qenë shumë sakrifice madhe, mirë po thash gjithmonë kur ki pasion dhe dëshirë, ato i mbulon. Ne kemi vazhdu, domethënë ligën e parë, e kemi fitu pas një humbje, pastaj kur kemi fillu në Superlig, kemi lujt edhe ndeshjet kupës, treneri në atë ku pa të largu, edhe në pator mundësia me qenë edhe lejtar edhe trajner, e patën fitu edhe kupën me një ndeshje jashtëzakonisht e mirë, palestra e stërmbushur me 2 ekipet Prishtinës. Trofeu
ma ëmbël se edhe aty e kuptova një diçka që nuk mundesh mi bu 2 vjet. Pavarësisht që futsallit ka mundësinë edhe ndrimeve të shpeshta këtu, nuk është trajneri do të më pas qetësi, jo me tik pulsi shumë edhe me marr vendimet pastaj. Na fatmirësisht e fituam edhe kupën atë vit edhe unë krahas gjithmonë edhe so kom lujt e kom pas pasion edhe edukimin si trajner. Unë ka ndodhë për shembull luajshëm 5 lojë të dieleve, se secili qytet i ka pas edhe ndeshjet të dieli ka pas ato ligat e veta dhe me parët e kursyme nga ato kom shku në Shqipëri në atë kohë Kosova nuk ka pas edukim, sikur tani që është shku jashtëzakonisht mirë licencimi që po bëhet. Jam shku e kom përfundu edhe licencat edhe pasioni, e kuptova që është shumë vështirë mi bot të dyja të njëjtën kohë, dash me sakrifiku diçka. Unë kom pas pak probleme edhe me nyje, ndoshta periudha gjatë që kom lujt në shumë turne, dihet në Kosovë ka turne që luhet në beton, ka turne që luhet në parket, ka në bare artificial, edhe normal që këto me kohën ta japin edhe efektin e vet dhe vendosa të përkushtohem 100% pastaj si trener, mirë po thash startova me fitus të kupës edhe normal që ajo ka qenë tani rrugtimi im si trener dhe kam punu edhe në kategori 3-a, kam fillu të më thonë 2016 në shkollën elite në Prishtinë, aty i kam marrë edhe hapat e parë si trener. Normal që dhe trener i preferoj të startej nga fillimi se pishum që direkt trenera dolin në ekipën e parë dhe mendoj se tani eksperienca dhe përvoja gjithmonë si kur lojtari që ka nevojë për shumë ndeshje, ka nevojë edhe treneri dhe mendoj se këtu hapat gradual duke i marrë edhe gjeneratat, unë kom fillu prej U6, edhe që aty e kupton edhe pasionin e mëshirohesh me secilin lojtar edhe si kur lojtar që bojnë gabime dhe treneri mundet me buja është njerëzore. Unë e them për shembull edhe tash, lojtarit kur i lejohet me hup prej vizë golën ose portieri me gabu, atëherë treneri mundet me gabu na herë, po kur mos me pas naj tendencë si qëllimin për me dëmtu ose diçka thjesht qëllimi i trenerit është me pas sukses edhe kështu ka që fillu edhe puna si trajner. Agante përveç saj që folëm je i angazhum edhe të vushtreja në stafin e trajnerit Armen Dallku si video analist edhe si ndimës trajner, po qysh është kjo puna në prapaskena për shkak se na e shohim shpesh që një ndeshje vendoset nashta prej një detaje edhe dikush mundet me mendu që kjo ka rrjedh kushtimisht me thonë pa hiri, po nashta është një analizë kundërshtarit që është bëm para ndeshjes edhe ajo ka ndiku që me u fitu ndeshja në atë rast. Po në vitin 2019 Armen Dallku veç ka qenë pjesë e Prishtinës, unë në atë kohë kom punu për kategoritë e reja të Prishtinës. Artan Luzi Profa ka qenë edhe drejtori i shkollës edhe ndimës trajner i Armen Dallkut. Unë për fillim kam qenë bashkëpunëtor i jashtëm, se dihet që Prishtina me të vërtet ka pas një ekip jashtëzakonisht mirë. Pothuajse gjysa e lojtarëve të Ballkanit që pastaj kishin ato suksese që na kanë bërë gjithëve krenar, kanë qenë pjesë e Prishtinës. Në fillim pata qenë si bashkëpunëtor i jashtëm duke i analizuar kundërshtarët nga jashtë dhe pastaj Dallku u largu nga Prishtina, shkoj në Dugazhen, merr një mundësi shumë e mirë, bisedum, kontaktum, tregoj që don me pas stafin e tij. Dallku është shumë profesionist i madh, normal që secili njeri mundet me pas ndonjë gabim, edhe ai temperamentin e ka, po domethënë dëshirën për punë, unë kam mësu edhe mësoj jashtëzakonisht prej karrierës tij se gjithçka edhe si futbollist që me përfaqësu sikur ai që ka përfaqësu Shqipërinë me mbi 70 paraqitje, domethënë këtë kjo karriera ime që folet për shkak punës e për kushtimit madh, e mësoj çdo ditë prej Armendit si bashkëpunëtor, se kur e shoh që gjithmonë treneri parë zakonisht pret prej bashkëpunëtorëve të tij, ndihmësave të tij t'ia bëj punën dhe na kur e shoh vullnetin e tij na pa shoh që ka, normal se do të m'ja kthy edhe 3 fish. Te Dugazhini kemi pas një çuri 4 vjet, gjithçka kemi përjetu barazh, finalet kupës,
ngora evropiane, kalimin e rundit por, do të thonë mbi 100 ndeshje në Super League edhe në ligën e por, gjithçka kena pas aty dhe mendoj se ciklin e kemi përfundu jashtëzakonisht sukses, tash shpeshu me duka gjinë është edhe ngorë prap me dalë në Evropë, do të thonë i gëzojmë çdo suksesit të klubit ton, i ardh mundësia me shku në Vushtria që 9 vite nuk është në Super League, jemi në garë, vjetë kemi qenë deri në penalti, kemi qenë ndeshje në barazh, tash jemi në garë, kanë vetën edhe pak ndeshje, shpresoj të përfundojnë në mënyrën më të mirë, edhe kështu kur e ke stafin edhe bashkëpunimin e pashësh me zvete, na nuk kemi edhe orë të caktuar, për shembull, nuk e kemi orarin fiks 8-4 me punu se diçka, na e tërë kohën mendojmë edhe punojna për futbolin edhe gjithmonë ato analizat e kundërshtarëve këtu japin edhe frytet e veta se lojtari, unë vetë kom qenë lojtar, kur me një këshill, në fillim heziton, po kur e sheh që ajo këshill po e ndihmon edhe po ja lehtëson lojën, herën tjetër vetë vjen lojtari kërkon i këshilla ose ide për kundërshtarin. Pe shifni tash edhe në arenën ndërkombëtare, çdo klub i ka dhe më shumë se 3-4 videoanalista të cilët e ndihmojnë jashtëzakonisht trenirin e por. Unë e krahasnim tani më i mirë është i Arsenalit. Po, tash videoanalistat nuk kam se Arteta prandaj shumicën e gollave Arsenali nga rivënit nga këndi. Sigurisht edhe normal se secili trener luaj me armë të tima të forta dhe na e kemi një armë jashtëzakonisht fort për kushtimin se kur Dorku dihet se ka qenë lojtar në Ukrainë dhe kur u kthyn atë kohë dhe më tregoi për mënyrën se si ka funksionu në Kosovë shumë pak kam përdor videoanalizë ose diçka. Ne ishim ligën e parë, kemi pas atë një lokal në Klin për fillim, domethënë presidenti na pat mundsu gjitha kushtet, pastaj kemi marrë edhe një televizor e kemi fundu atë zhveçës, ka qenë risi për lojtarët në ligën e parë apo shikojna vetën në ndeshje ndërkombëtare, po gradualisht e u vetëdijsuam pastaj edhe mendoj se na ka ndihmuar edhe kemi një armë jashtëzakonisht fort për gatitjen e ndeshjeve. Agon krahas punës të Ushtria, je edhe përgjithësi kombëtarës Kosovës në futsal. Si erdh puna mu bo përgjithës edhe sa je krenar për këtë pozitë që mon? Po, unë pasi përfundova karrierën si lojtar, merr mundësia me qenë ndihmës trajner te kombëtarja e Kosovës në futsal. Pas 2 vitesh është ndryshu trajneri dhe merr mundësia me drejtu isha i rinë mosh, mirë po e kisha një përparësi të lehtë të gjithë lojtarët të cilët kanë luajtur për Kosovën, i kisha o bashkë lojtar ose i kisha pas lojtar vetë si trajner kur kalova, i kisha pas lojtar ata në ekipet e mia, kështu që është një përgjegjësi e madhe, është një privilegj i madh, por mendoj se jemi paraqitur këto vite jashtëzakonisht mirë, dihet se kemi ndryshuar edhe gjeneratën. Çdo kombëtar, çdo ekip kur të bën ndryshime gjeneratës është normal edhe me ul rezultatet, po ne edhe kemi pas shumë debutues, vitin e kaluar kanë debutuar mbi 11 lojtar që kanë pas minutash te kombëtarja e Kosovës dhe edhe filluam me rrit numrin e lojtarëve sepse kërkesa ime ka qenë gjithmonë se futsalin modern duhet patjetër zamëcime të shumta, sa dush me qenë një lojtar i mirë ose me përvojë, nëse nuk i pushueshëm, nuk mbonesh me mbajtë edhe ritmin, se ne fatmirësisht edhe si lojtar kemi pas përballë edhe ndaj Sportingit edhe Kajratit, gjitha këtu ekipeve që kanë fitu ligën e kampionëve dhe e kuptuam qëllimin se na duhet një rrjet i lojtarëve më i madh se 4-5 lojtarë dhe filluam kështu tash normal për trenerin sa më shumë lojtarë është më e vështirë për zgjedhja, po gjithmonë në këtë mendim, këtë aspekt ne kemi ndryshu, kemi marrë dhe lojtar perspektivë dhe kemi bu një gërshetim mes përvojës, po të njëjtën kohë edhe mes talentave të ri, të cilët e pom sidomos këtë kampanjë e fundit që dhanë frytet edhe meritat e tyneve për me kalu tutje. Agon me ndalë pikrisht të kjo kampanja e fundit që the, ku suksesi i fundit i ekipit kombëtar të Kosovës futsal është pikrisht vendi i parë, me një grup ku e kemi pas kundërshtar
Malin e Zi, Austrinë edhe Gibraltarin, ku kemi arrit 2 fitore dhe një barazim. Sipas teje, sa i rëndësishëm është ky sukses për futsallin e Kosovës? Po normal ka qenë një sukses shumë i kënaqshëm. Ne kemi pasur për qëllim të kualifikohemi, sepse Kosova është kualifikuar edhe më herët, po asnjëherë në vendin e parë. Kërkesa jonë ndaj lojtarëve ka qenë që ta kalojmë rundin, e kemi për obligim ta kalojmë rundin, po në ranglistë ishim ne favorit, edhe nuk dënim të kenë ndonjë befasi. Dihet që në sport gjithçka mundet me ndodh, mundet me pas, për shembull, nuk e ke ditën nëse diçka, po përkushtohemi maksimum të arrijmë diçka që nuk e kemi bërë më herët. Ne tani më kam thonë edhe pas ndeshjes, kemi krijuar një standard të ri, sepse kundërshtari më i madh është vetja. Nëse ti gjithmonë çdo ditë bën më mirë se diçka që ke bërë dje, atëherë suksesi është më i madh dhe i garantuar. Kështu që jam jashtëzakonisht i kënaqur me të gjithë lojtarët, kanë dhënë kontribut secili, kanë luajtur secili, edhe nuk ka qenë primore individi, edhe kjo është kërkesa ime edhe stafit tim nga dita e parë, sepse individi në ndeshje mundet me fitu, po për me pas sukses afatgjatë duhet grupi. Në sporte kolektive është e rëndësishme harmonia mes vete, edhe për harmoninë gjithmonë kredita, gjithmonë i them faleminderit lojtarëve, sepse është grupi që e zgjedh të jetë homogjen edhe bashkëpunues, sepse nëse ka bashkëpunim, respekt ndaj njëri tjetrit, unë them gjithmonë pavarësisht se lojtarët e futsallit për dallim prej futbollit madh, shumica janë edhe shok mes vete, kalojnë kohë bashkë, po kur kalon edhe kohë bashkë ti mundesh një shokut me ia thonë edhe një fjalë, ndoshta edhe më shumë se që duhet, mirë, po kur të përfaqëson vendin, atje kom thonë që pesha e familjes Kosovës është jashtëzakonisht e madhe, dhe jo rastësisht, domethënë kanë ardhur rezultate. Kemi pas në ndeshje të mira edhe me shtetet më të mëdha, dihet me Holandën, këtu kemi luajtur baraz 3-3. Domethënë kemi bu paraqitje dhe kemi krijuar një standard të ri, pasi gjitha shtetet të cilat në ranglistë janë mbrapa neve, gjithmonë i kemi mposhtë. Kemi mposhtë 2 ndeshje Bullgarinë, edhe në Malzi kemi mposhtë Austrinë, Gibraltarin e kemi mposhtur thellë. Me Malin e Zi, thashtë dhe më herët, Sporting ndonjëherë nuk i ke fat, na më shumë kemi pasur raste me Malin e Zi që kemi qenë 3-3, se me Gibraltarin që kemi fituar 1-0, mirë, po neve na ka konvenuar dhe barazime, kemi marrë atë barazim me dëshirë të madhe të lojtarëve, 18 sekonda pa krye, dhe normal se edhe Zoti ndihmon kur e ki qëllimin e mirë dhe kur e ki dëshirën e madhe mes lojtarëve, sepse shkum si favorit edhe dënim të bënim diçka që nuk e ka bu Kosova asnjëherë, edhe normal se i kom gëzu këtij suksesi, se është privilegj i madh, është përgjegjësi e madhe. Ky vend i vogël don fest, ja e po deri në fund kemi qenë gati për më kualifiku. Ka edhe një pikërisht pas asaj ndeshjes, kishin kaluar 2 javë, ne kishim ndeshje edhe lojtarët e futsallit ishin me ato këngë që i përkushtuam lojtarëve të futbollit madh, dhe atë çasën e bënëm me futbollin e madh, dënim me vazhdu rrugtimin ton për kampionat botror. Tash e kemi edhe main round të shurtin qershor, edhe shpresoj me vazhdu me qenë konkurrues. Nëse je konkurrues deri në fund, është cikël, mundet me vanu pjesëmarrja nëpër një garë ndërkombëtare, mirë, po pa dyshim ka më ardhur, sepse je gjithmonë afër. Sa menon që është afër Kosova me arrit një kualifikim historik në njërin për kampionatëve, nëse ju në këtë kampionatin botror, pasi që e dim që më vështirë një kualifikim botror? Po shtetet evropiane gjithmonë e kanë një mundësi më të lehtë me kalu në kampionatin evropian. Na vjet kur kemi qenë në garë me Gjeorgjinë, e cila është pjesëmarrëse e rrekordit, është në 16 më të mirat e Evropës, deri në sekondën e fundit kemi qenë konkurrues, edhe të 2 ndeshjet me Gjeorgjinë, portieri i Gjeorgjisë ka qenë lojtari i ndeshjes, që do thotë jo me përdorur si justifikim, po me të vërtetë lojtarët kanë luajtur ndeshje jashtëzakonisht mira, dhe këto rezultatet e fundit që i kemi, ndryshimi i gjeneratës, të cilët po japin kontribut, lojtarët e ri janë fut direkt në grup, edhe po japin me gola, me asista, po ndihmojnë skuadrën. Mendoj se Kosova ka bënë një punë të mirë, se
normal, ky lojtarët më të mirë që i ka pas Kosova janë edhe përfundim të karrierës, mirë po dal përvoja atyre dhe talentat që po dolin, ky bashkëpunimi që e kemi gjetë, harmonia që e kemi gjetë, respektin që e ka ndaj njëri tjetrit, na hap me shpresu se Kosova është në rrugën e duhur, sepse edhe në ranglistë kemi rritje, po të njëjtën kohë edhe rezultatet që kemi pasur tani nuk i ka pas Kosova më herët. Se më thëmë gjithë sporti është një diçka e matshme edhe ti matesh me sukses edhe përderisa i kemi këto rezultate, atëherë mendoj se jemi në rrugën e duhur. Tash edhe kam filluar edhe shtetin me na marrë më seriozisht, miqësore po kemi më shumë edhe shpresoj se vetëm këtë mënyrë federata po bën një punë jashtëzakonisht madhe. Shembull, këto kualifikime që kemi qenë e kemi pas si stap një shumë atletë se kemi kampionati i Kosovës. Federata e ka mundësu më herët me fillu kampionate dhe lojtarët kanë qenë në formë optimale për me garu, sepse këto turnet që i lunë 3 ndeshje për 5 ditë janë edhe të vështira, sidomos fizikisht duhet me qenë kogja i denjë mu përballë me to, edhe ky bashkëpunimi mes federatës edhe klubeve dhe këto gërshëtimi sicilës, unë mendoj se të një sukses nuk mundesh me pas rezultat nëse gjitha hallkat nuk bashkëpunojnë mirë mes vete dhe mendoj se federata jon ka bu një punë jashtëzakonisht madhe në këtë drejtim. E kemi një kampionat kogja konkurrues, kësaj radhe gjithë lojtarët të cilët kanë qenë në këtë sukses Kosovës kanë ardhur prej Superligës Kosovës, nuk është pak kjo për shtetet e rajonit, nga një vend i vogël me qenë që ka shumë konkurrues edhe me pasu rezultatet që i kemi. Agon të i njohë të dy sportet, a mendon se futsalli e merr vlerësimin që e meriton, apo sipas teje ka hapësirë që me pas një përkrahje për shembull më të madhe prej institucioneve shtetërore ose publikut ose çfarë do qoftë? Lojtarët e futsallit e kanë pak më vështirë se lojtarët e futbollit. Me thonë lirisht 50% e lojtarët e futsallit krahas futsallit e bëjnë edhe një punë tjetër, që e vështirëson shumë punën e trajnerave nëpër klube, po në njëjtën kohë edhe klubet nuk mundin me qenë edhe aq profesioniste, pasi nuk llogaritet shumë si sport profesionist edhe fitim prers në Kosovë. Dallimi mes një lojtarit të Superligës në futsal dhe dallimi mes futbollit madh është enorm, sa i përket çmimeve, po normal që gjithmonë këtu edhe lidhet me kërkesat edhe shpërblimet që i kanë futbolli madh dihet në vetëm Conference League, nëse futesh fazën e grupeve, ti milionat i ki të sigurta, ndërsa në futsal vetë UEFA nuk e ka si prioritet futsalin, mirë po ka vend për përmirësim edhe në këtë drejtim. Dihet se në lojrat mesdhetare 2030 si disiplinë është pranuar edhe futsali dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për infrastrukturën, për talentat e rinj, se thëmë është privilegj edhe kënaqësi jashtëzakonisht e madhe me përfaqësu vende. Agon duke qenë pjesë e stafit e thamë edhe në futboll të ushtria, apo edhe përgjithësi i Kosovës në futsal, cili sport kërkon më shumë punë, taktike dhe analizë në nivel lartë? Te futbolli i madh te futsali? Futbolli është, me thonë drejtën, industria më e madhe, ka kalu diçka në nivel tjetër, është ndoshta edhe më shumë se sport. Kërkesa është jashtëzakonisht e madhe, po puna në gjatë ndeshjes në futsal hup kalori edhe më shumë, sepse gjithçka ndodh brenda sekondit, ndërsa në futboll është edhe pak më ndryshe se ti përgatit, po ki gjithmonë mundësi ku është luja më e gjatë dhe mundesh me ndryshu diçka, ndërsa në futsal gjithçka është momentale. Për shembull, i din edhe rregullat, për shembull, dush me mendu me dal me largu portierin, me fut një lojtar më shumë, ajo sa është e mirë për publikun është e keqe se rreziku është mrapa direkt na lojën e fundit me molin zi, e kishim të sigurt kualifikimin dhe dënim me patjetër vendin e parë, kështu që u dasht me largu portierin, më fut me power play dhe ajo i dha frutet rezultatet e veta, por trajneri ka më vështirë në futsal sepse janë detajet të cilat edhe në futboll normal ka detaje, mirë po nëse keni lojtar individual, futboll prap elemente bën diferencën, ndërsa në futsal gjithmonë ka aksione përmendsh, lojtar duhet me qenë të jetë fokusuar dhe futbolli ta mundson me
me kompenzu edhe me fizik, ndërsa futsali krahas fizikut me patjetër duhet me qenë shumë i vëmendshëm sepse rregullat për shembull mos mja kthye për tjerit ti edhe në fazën sulmuese ti je lojtari i fundit sepse po e hupe topin tranzicionin e ki gati për fusha është më e vogël edhe normal se kundërshtari vjen për 2-3 sekonda dhe finalizojmë. Kështu që në këtë drejtim kemi punu edhe po punojmë sepse janë dy sporte ndryshme edhe lojtarët e futsallit nuk i pëlqen mu ndrru shumë edhe nuk e kanë kuptuar se është më mirë ndonjëherë me dhënë kontribut për 10 sekonda sepse më nejt gjatë lojë. E na pikërisht këtu kjo kampanja e fundit ka tregu se në lojtarin nëse u fut në lojë mbrana për 10 sekonda ka bu gol edhe dal prap ka pushuar ka dhënë kontributin e vet. Edhe këtë këtu është disiplinë tjetër edhe mendoj se të dyjat janë shumë të rëndësishme, të dyjat dojnë përkushtim jashtëzakonisht madh. Mirë po thash, përgatitjet në futboll para ndesës janë më të mëdha, ndërsa kur fillon ndeshja, trajneri nuk është edhe që ka shumë punë, me thonë drejtën, normal më shumë se unë mendoj personalisht 20-30%, mundesh me ndihmu ekipin, po jo më shumë. Ndërsa në futsal, gjosat me ndëshku prej një gabimi trajnerit janë me të vërtet mëdha. A kanë që vlerëson të nivelin aktual të Superligës futsalin Kosovë? A muj me thonë që tash është rritja dhe gara dhe cilësia e lojtarëve në krahasim me vitet e kalume? Po është konkurus, edhe formati që ka ndru federata e futsalit është edhe më e mirë, tashmë janë 6 ekipe në play-off, 2 ekipe që janë në zonën e rrezikshme poshtë edhe kështu të bën ma konkurus kampionatin. Sa herë ka kampionat ma konkurus, lojtarët përballen me ndeshje të forta, trajneri ka më të lehtë sepse mësohen me ritmin e ndeshjeve të forta. Këto përforcimet që vinë në Kosovën mendoj se i kanë ndihmu jashtëzakonisht rritjen e lojtarëve të cilët e kanë bu lojtarët e Kosovës edhe kur është i kampionati fort, kombëtari është gjithmonë e fort sepse kur bazohesh në lojtarë të cilët të vendit këto, dihet se për shembull kampioni i Kosovës tani më luan edhe në elite round edhe kjo është merit edhe klubeve që unë dhe stafi jemi tërë kohën bashkëbisedim ose me kryetarët e klubeve ose me trajnerët e klubeve i inkurajojmë, i përgëzojmë për çdo sukses që e kanë dhe mendoj se kjo bashkëpunimi klube, federate dhe stafi trajnerave të kombëtarës e bën që secilit i gëzoti rezultate dhe të njihet i respektuar dhe që është protagonist i secilit këtij suksesi sepse thashë më herët nëse nuk kemi ligën e fortë atëherë nuk mund me pas edhe edhe kombëtarën e fortë. Kështu jemi duke u rritur jashtëzakonisht shumë, ekipet e Kosovës në arenën ndërkombëtare janë shumë në nivel të lartë edhe kjo po na mundson e po na jep një shpresë se jemi në rrugën e duhur për me bërë diçka gjithmonë më mirë se era tjera. Në cilat skuadra mendon që po bëjnë diferencën këtë sezon edhe çfarë po bën kaq interesant Superligën e futsallit? Po siç e përmenëm që është garus edhe sigurisht unë mendoj që ekipet e Drenica dhe Prishtina Zërëni janë jeshia e kampionatit, kanë lojtarë një individ caktuar që çdo sekond pritet me bu diferencën në dy taboret dhe mendoj se aty është edhe Liçeni, Drenasi ka traditë futsallit. Unë atë në Drenas hopat e parë kur i kom marrë edhe si në futbollin e vogël edhe në turne, aty u lut një kohë gjatë 4+1, kështu që ata kanë traditë, s'kam çka foli, Feniksi ka qenë i Drenasit, aty gjithmonë një ekip çdo, domethënë futsal është një ekip andej ka Drenasi që janë ekip i mirë konkurrues edhe mendoj se këto 3 ekipe kanë me lujtë edhe rolin e madh, po sidomos Drenica dhe Prishtina Zërëni kanë shumë lojtarë brenda grupit të cilët mendoj se shikues do të kënaqen me play-offin që e bojnë se me të vërtet play-offin në Kosovë është jashtëzakonisht me interes të madh. Unë i them edhe gjithë lojtarëve, unë jam në kontakt me kolegë nga kombëtarët e ndryshme edhe në këto takimet në për UEFA Shirë që i bojmë, bisedojmë edhe sytë e trajnerave të mëdhej botëror i kanë sytë ka play-off i Kosovës sepse me të vërtet është kënaqësi e madhe kur i shohin gjithë ata njerëz të cilët vinë për palestra, po edhe loja si loja është jashtëzakonisht
është sport atraktiv edhe këtu përforcime që po vinë kualitetin e kanë jashtëzakonisht madh dhe kjo e bën edhe ma konkurrues kampionatin që nuk ka më ditë deri në fund për kush bëhet kampion. Është knaçi për shembull për njerëzit, për gjithë aktorët e futsallit, kampionatin futsal në shumicën e kohës po vendoset edhe në penallti, që do thotë se është shumë kampionat i ekuilibruar edhe thash sa më shumë është kampionat i ekuilibruar, rritet kualiteti brenda grupit. Agan tash po e thu që kampionati është shumë konkurrues, edhe po du më të pyet, a është ky nivel i tanishëm i mjaftueshëm për me prodhu lojtar cilësor për kombëtarën apo ka nevojë hala për investim gjatë viteve në vazhdim? Diçka që qalojmë ne si në përgjithësi si kombëtarë, si ligë, lojtarët të cilët janë për ekipet tyre duhet me pas minutazhin më të madh, sidomos lojtarët e ri, ju besohet lojtarëve të ri sepse pa lojtar të ri, pa lojtar perspektivë është vështirë edhe mundru gjenerata. Kështu që në këtë aspekt mendoj se së shpejti federata e di që e ka dhe një plan të formoj edhe ligën e U19 edhe gradualisht të kemi lojtarë të cilët pse jo në të ardhmen kanë me përfaqësu edhe vendin e tyre, lojtarë të cilët ky ndryshimi i gjeneratës që bëhet edhe te kombëtarja janë mbi 7 lojtarë janë nën moshën 25 vjeçare, që do thotë për futsal është shumë shifër e kënaqshme edhe është një mundësi e artë perspektive për me na hap siguri më të gjatë te kombëtarja. E tha që lojtarët e ri janë të rëndësishëm për ty në kombëtare, po a kena me pa lojtarë tjerë të ri të ftuar së shpejti, kanë me qenë pjesë e projektit të kombëtarja e Kosovës? Po unë dhe stafi prej që kemi qenë bashk, mbi 26 lojtarë, 14 ka lista, mbi 26 lojtarë e kanë përfaqësuar Kosovën duke pasur minutazh, që do të thotë se e kemi rritjen e lojtarëve dhe çdo lojtar që është në formë, që është me ekipi i tij ka sukses, atëherë është një mundësi shumë e artë për me përfaqësu vendin. Unë e them që Kosova është e vogël, nuk ka vend me ja mbyll dyert. Asnjë talentit, asnjë lojtarit mirë, po në kombëtare nuk është sikur klub që ki kohë me përgatitë, se ki kohë një plan afat gjatë me punu me ta, po thjesht duhet me dhoni drejtim edhe me marrë lojtarët të cilët mi seleksionu lojtarët të cilët janë në formën më të mirë për momentin. Edhe kjo rrjet i lojtarëve e ka bërë me qenë shumë konkurrues, lojtarë të cilët janë të përfshim gjithmonë në listë. Atëherë rezultatet po thonë që nuk jemi gabim me këtu përzgjedhje, i tregojnë më së miri se të gjithë lojtarët janë të gatshëm. Jo vetëm të kënaqur me ftesën, por secili lojtar të jap kontributin e tyre. Edhe në kampanjën e fundit, lojtarët e rinj debutues dhanë edhe gola, bën edhe asista dhe kështu na tregon në një farforme që jemi këtu, vetëm duhet përkushtim edhe më i madh të cilët mi përsërit, por mendoj se krahas këtyre 14 lojtarëve të cilët kanë qenë listë me listën e fundit në këto rezultate që kemi pas, i kemi minimum edhe 12 lojtarë të tjerë të cilët presim me pa durim me përfaqësu vendin, edhe të them gjithmonë nuk është pak edhe është privilegj shumë i madh me të mundësia me qenë pjesë me vesh fanelën e Kosovës. Agan ti si përgjithësi i ekipit kombëtar të Kosovës, cilat janë ato karakteristika që ti kërkon për një lojtar i ri që ti mendon se ai duhet mi plotësu për me meritu ftesën e kombëtarës? Po thash, forma individuale është shumë e rëndësishme, krahas formës individuale është edhe ekipi i tij se çfarë niveli konkuron. Për shembull, nuk është pak sikur me lujt ligën e kampionëve, sikur me lujt me një ekip tjetër mesatar, kështu që ky gorshetim me kërkesave qoftë individuale, formës optimale qoftë ekipit të tyre, se sa është konkurrues, duhet të krijojmë një mentalitet fitues. Edhe në kombëtarja, thashë më herët, është një kampanjë shkurtë, të cilët moment caktuar lojtari do të më marrë përsipër, me dalë në pa edhe me bu diferencën. Dhe mendoj se kjo është ajo kërkesa ime, të cilët lojtarët do të patjetër me pas minutazh në klubet e tyre, nuk mundet me qenë pjesë e Kosovës një lojtar që nuk ka performancë të mirë ose nuk ka fare minuta në klubin e vet. Dhe ne i përcjellëm jashtëzakonisht shumë
e kemi numrin e madh të stafit që bashkëpunojmë edhe jemi të në kohën bisedime, edhe nëse ka pas nevojë edhe shembull një lojtar i Kosovës që kemi ditë që jep kontribut nuk ka pas minutat e një ekip për momentin, kemi bisedu direkt me trenerin e atij klubit ose me kryesinë e atij klubit, marrim çdo detaj. Kosova thash është e vogël, luajnë natën, ka ndodhur për shembull nga 5 ndeshje, 3 ndeshje me qenë i pranishëm edhe në sallë prej afër mi po, dhe normal se edhe lojtarët janë vetëdijsuar dhe kanë kuptuar se Kosova është vetëm e merit, gjithë lojtarët duhet vetëm e merit me qenë aty. Unë thash, moj me gabu, se ne si staf mundemi me gabu, po tendencën asnjëherë nuk guxojmë se nuk e kemi luksin me marrë një lojtar ose me fut një lojtar në lojë që nuk është ide me përfaqësu Kosovën, edhe rezultatet e tregojnë këto më së miri, sepse domethënë kur të bën diçka çka s'ka bu Kosova më herët me rezultat, atëherë lirisht mund të thonë se jemi në rrugën e duhur edhe po punojmë mirë, së poku po kemi rezultat, diçka që më ndryshe se hera tjera. Agon, me qenë se bënëm një rikapitulim kësaj pjesës futsallit, nuk mujna me ikë edhe pasi është e domosdoshme punës tjetër që e përmendëm më herët e vushtëria. Ky padyshim sipas meje, po besoj edhe për njerëzve të futbollit është sezoni më interesant ligën e parë dhe më konkurrues. Shohim 6 skuadrat e para që kanë një distancë ose diferencë të vogël të pikëve dhe janë garë gjitha për inkuadrim Superligë, dhe po besoj objektivi secilit, sikurse edhe i vushtrisë është për mu ngjit një kategori më lart. Cilin për ekipave shes si kundërshtarë më të fortë edhe cilat mendon që kanë me qenë 2 eventualisht 3 skuadrat, pasi që edhe barazhi është me të vërtet mundësia mu inkuadrohet është kënaqësi e madhe në ligën e parë, mi po aq numër të madh shikuesve, lirisht mund me thonë që është edhe më interesant se Superliga asaj përket sikurshmërisë, ka ekipe të nivelit të që kanë kontribu për futbollin e Kosovës, është në vllaznimi, Liria, gjitha këto skuadra të cilët e bojnë interesant ligën e parë, mirë po se çka kemi kalu ne dhe lojtarët këtë sezon, mëj me thonë lirisht se lojtarët tonë të cilët kanë qenë gjatë këtij rrugtimi janë luftarë dhe janë shumë lojtarë me karakter, edhe kur ke lojtarë me karakter gjithçka e përballon. Edhe mendoj se këto ndeshjet e fundit kemi me dhonë fjalën tonë, kemi me bu rezultatin e punës tonë të cilit e kemi bu gjatë në vitit, mbi 40% të sezonës kemi qenë vendin e parë dhe shpresojna me qenë na prej 2 skuadrave që futen direkt, sepse edhe me këto barazhet jemi lidhur, barazh me Dugagjinin, barazh me Vështrin si staf, i kemi kalu gjitha këto dhe mendoj se është më koha që të futemi në Superligë. Ky barazimi i fundit të cilit e kishim me Ferenikelin e ka zbe pak Ferenikelin mundësin për mu inkuadru në si 2 të parat, mirë po unë muj me thonë lirisht që deri në xhirën e fundit nuk ka me u dit, nuk ka me u siguru pjesëmarrja në Superligë nga gjitha këto skuadrat. Është Dinamo aty që lun mirë futboll, është edhe Ferenikeli që i shoh një kandidat më serioz që me qenë garë për me inkuadrimin Superligë direkt bashkë me ne, ndërsa për barazhe është Lirinë edhe vllaznimin të cilët kanë traditë shumë të madhe, e pam edhe ato fotot në Gjakut duke qajt i moshuar për klubin e tyre. Na mungojnë ky sport i garues, sidomos tani në Kosovë po mungon, edhe mendoj se këto ekipe të cilat janë lart, këto deri në fund nuk ka me u di se kush. Unë mendoj se ne çka kemi sakrifikuar, se çfarë karakteri të lojtarëve kemi, nuk besoj se do ta lshojmë njërin nga 2 pozitat e para, mirë po tham futboll është futboll, gjithçka është e mundshme për mendua. Kënë kësha ndru pak temë edhe kësha dollë të Liga e Kampionëve, ku të mërkurën janë kompletu çifte gjysmë finaliste, a pat ndaj rezultat befasu sipas teje edhe koneshe 2 skuadra që kanë me arrit finalin edhe potencialisht fituesi sipas teje? Nuk mendoj se ka pas befasi, përkundër që u eliminu Reali që është gjithmonë ekipi më i trofeshëm aty,
dihet se secili ekip në Kosovë ka edhe ata fonsat e vet, edhe normal që një fjalë diçka me thonë me një herë e morrin komentet tu mendojnë që sikur me qenë personalizuar me tu, mirë po si vjetë është një Bayern është ka gja favorit e pomë edhe kundër Real Madridit, për kundër që deri në fund nuk u ditë, po të eliminosh Realin tregon që e ke eliminu më të mirin në botë edhe je ofër aty. Gjitha ekipet nuk është e rastishme, edhe Atletico, të me thonë aty është Simone me ekipin e tij që 15 vjet që konkuron vazhdimisht, edhe Realin e Barcelonën, kjo nuk është pak, kanë fitu edhe ata trofi, hiç ligën e kampionëve që se kanë fitu asnjë, po edhe aty kanë qenë, kanë luajtur deri në penallti, kanë humbur minutat e fundit, kështu që gjitha janë konkurrues, po jepi pak më është si favorit më të madh Bayern për me fitu si vje. Agon, neve s'na metet senve që me të falenderu shumë që ke gjetë ku me ardhë, me na nderu në podcastin Arena Yjeve dhe dëshirojna fillim e shëndet edhe suksese edhe me klubin, po edhe me kombëtarën e Kosovës futsal. Faleminderit shumë, unë jam edhe fan si këtij emisionit, i kom përcjell gjitha emisionet gjatë. Faleminderit për juve që jeni këtu dhe prej lavdimit, sepse nuk e preferoj shumë me dalë në për emisione, mirë po kur ki bashkëbisedim me njerëz të cilët e dinë çdo detaj si në futboll, si në futsal, atëherë gjithçka është edhe më lehtë edhe për mu, po jam edhe mirënjohës që kam qenë këtu. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë fjalë. Barna përfunde falenderojmë sponsorin tanë të artë të podcastit, kompaninë e derivateve Exfis, ndërsa me juve shikues të dashur shihemi javën tjetër. Shihemi javën tjetër.